Përshëndetje nga unë Ervina Kaso, ndodhemi në kuzhinën e familjes në Institutin Kulinar në Ranzi. Për ju sot do gatuajmë një recetë shumë të shijshme, Wellington beef. Është një recetë që realizohet për festat e fundvitit dhe është e lehtë për të realizuar në shtëpi nga Juan Visa. Për realizimin e kësaj recete na nevojitet fileto viçi ose tul viçi, prosciutto crudo, kërpullat shiitake të thata, kërpullat porcini, brodo kërpulle, vezët euro ovo, mustard, vaj dante ulliri, verë marsala dhe petët sfoliat. Vazhdojmë me realizimin e recetës. Si fillim do skuqim mishin. Ndërkohë kemi shtuar vajin dhe do vazhdojmë me skuqjen e mishit, të cilët e kemi marinuar më përpara në krip dhe piper të zi. Kemi bërë një përgatitje paraprake të miksit të kërpullave. Kërpullat porcine të konservuara i kemi prerë në kubik të vegjël, po ashtu dhe kërpullat shiitake të cilat janë të thata i kemi hidratuar në ujë dhe më pas i kemi prerë në kubik të vegjël. Kemi bërë bashkë miksin e kërpullave dhe do i skuqim në vaj dhe në fund do i shuajmë me verë marsala. Te njëjti tigan në të cilën kemi skuqur mishin e viçit do skuqim dhe miksin e kërpullave. Do i hedhim gjysmë luke brodo kërpullash. Dhe shuajmë me verë marsala për t'i dhënë më shumë shije. Vazhdojmë lyejmë mishin me mustard. Do vendosim prosciutton crudo te peta sfoliat. Vendosim miksin e kërpullave që realizuan pak më parë. Vendosim mishit të cilët e kemi skuqur dhe marinuar me mustard. Vazhdojmë me mbështetjen e mishit. Vazhdojmë me dekorimin e petës sfoliat. Është momenti për ta lyer me vezë euro ovo. Wellingtonin tashmë e kemi gati. E vendosim në furrë të parangrohur për 15 minuta në 180 gradë. Wellington beef është gati dhe siç e shikoni ngjyra ka dalë fantastike. Tani do e servirim në një pjatë tjetër. Kjo ishte receta jonë, Wellington beef, një recetë shumë e thjeshtë dhe e shijshme për truezat e fundvitit. Përbërësit e kësaj recete i gjeni në të gjithë pikat në Ranzi Organic Market. Nga unë Ervina Kaso, faleminderit dhe gëzuar festat!